Dokumentat e Jeffrey Epstein, të cilat duket se po çmendin botën, më në fund kanë britur dhe në Shqipëri, edhe Shqipëria në fajlet e tij. Dje rreth orës 3 të mëngjesit me orën shqiptare janë lëshuar rreth 3.5 milion dokumenta nga Departamenti i Drejtësisë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku përmenden emrat e personave më të rëndësishëm të globit. Por çfarë ndodh? Në një email ish kryeministri i Norvegjisë, ish kryetari i Këshillit të Europës, Jagland, i cili ka qenë në Tiranë, i shkruar në Epstein, isha në Shqipëri, emaili takon vitit 2012, çfarë vajzash që kishte atje. Do të thënë, kjo ishte ideja dhe shtypi norvegjes tregon që Jagland ka planifikuar rreth 13 ditë pushime në ishullin privat të Epstein. Por çudia e madhe, edhe Shqipëria, pra i propozon në një farë mënyre që vajzat nga Shqipëria mund të ishin pjesë e skemës së Jeffrey Epstein. A ka pasur vajza shqiptare në darkat e famshme dhe në organizimet e tij të famshme, nuk e di, po ish kryeministri i Norvegjisë, kryetari i Këshillit të Europës, kryetari i Partisë së Punës, Partisë Laboriste atje, në një nga emailet që i shkruan pikërisht për këtë, isha në Tiranë, ua, çfarë vajzash që kishte. Kështu që Epstein po mbrin edhe në Shqipëri.